Egli dhe Gjesti pa diskutim kanë qenë kryefjala e këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para disa ditësh, prindit e Gjestit ishin në shtëpinë e famshme për t'i bërë një befasti djalit e tyre. Ata më pas dhanë një intervistë ku kanë folur për lojën e tij në këtë format, por ndër të tjera, të njëjtit kanë thënë 2 fjalë dhe për banoren e shtëpisë, Egli Takon, që Gjesti ka një afrimitet të madh. Ata theksojnë se falenderojnë shumë Eglin për kujdesin ndaj Gjestit, si dhe i kërkojnë falje familjes saj. Falenderoj shumë Eglin dhe respektojmë familjen e saj, dhe për të gjë që si i kërkoj falje Gjesti, i kërkojmë dhe ne, se nuk kemi qef me keqpërdor ose me e pa në pozitë keqe. I urojnë suksese, janë shprehur ata. Sa i përket asaj nëse do të kenë një lidhje e shtëpisë, ata thonë se varet çdo gjë prej tyre, duke mos u bërë asnjëherë pengesë për lidhjen që mund të kenë. Situata tani më e tyre është mjaft e komplikuar, ku me sa duket Gjesti po kërkon rikthimin me Eglin, por kjo e fundit ka ngritur disa bariera. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.